Vllaznia ka regjistruar një tjetër rezultat negativ në kuadër të përgatitjeve verore, duke humbur 2-1 në miqësorën e zhvilluar në Kroaci ndaj Lokomotiva Zagreb në prag të sfidave europiane në UEFA Conference League, ku qeblutët nisën ndeshjen në mënyrë mjaft të mirë dhe arritën të gjejnë të parët të rrugën e rrjetës. Në minutën e 12 mesfushori Klinti Çato realizoi një gol spektakolar nga distanca, duke kaluar vllaznin në avantazh dhe duke dhënë sinjale pozitive për një nisje të fortë të takimit. Megjithatë, reagimi i skuadrës kroate ishte i shpejtë dhe efikas. Lokomotiva Zagreb arriti fillimisht të barazojë shifrat dhe më pas të përmbysë rezultatin, duke e çuar ndeshjen në 2-1, rezultat që mbeti pa ndryshuar deri në vërshëllimin e fundit. Kjo përballje shënon humbjen e katërt për shkodranët në 5 ndeshjet miqësore të zhvilluara gjatë kësaj faze përgatitore. Më herët vllaznia është mundur nga Olimpia Ljubljana, Koper dhe Arges Pitesti, ndërsa ka regjistruar vetëm një fitore ndaj Rudes me rezultatin 6-3. Në total, bilanci i miqësorëve ngre pikpyetje mbi formën aktuale të ekipit kuqeblu, i cili tashmë ndodhet vetëm pak ditë larg debutimit në arenën europiane. Vllaznia pritet të zbresë në fushë në raundin e parë të UEFA Conference League ndaj Malishevës, një sfidë që do të shërbejë si test real për gjendjen dhe ambicjet e skuadrës shkodrane në këtë sezon.